fillimisht fushata zgjedhore në Shqipëri nisi sot pa transparencën financiare të kërkuar nga ligji. Një studim i fundit ka nxjerrë se partitë ende nuk kanë shlyer borxhet që u kanë kompanive nga zgjedhjet e kaluara, ndërkohë që po hynë me shumë shpenzime në një fushatë të re. Studiuesit e jetës politike dhe vëzhguesit e pavarur vendor pohojnë se publikimi i fondeve të partive është një detyrim ligjor dhe një domosdoshmëri për demokracinë shqiptare. 2 dekadat e fundit, partitë shqiptare asnjëherë nuk kanë treguar se kush i mbulon financat e tyre. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Fushata zgjedhore ligjërisht fillon sot në Shqipëri, ndonse ajo është shtrirë prej disa javësh dhe muajsh në të gjithë vendin. Organizatat e shoqërisë civile po shprehin shqetësim ndërkaq për mungesën e transparencës së tyre mbi financimet. Qendra Open Data e Shqipërisë thotë se sipas kodit zgjedhor, listat e dhuruesve të fondeve dhe financimet e partive janë kudoherë publike, por deri tani nuk është botuar asnjë listë e tillë nga partitë politike me emra dhe shumat përkatëse, as me deklarata shtypi dhe as online nga interneti. Ju është kërkuar partive që këto të jepen në formë publike ose me shkresë zyrtare në datën e parë të fillimit të fushatës zgjedhore dhe në datën e fundit të fushatës zgjedhore. Deri tani, megjithëse postimi është bërë nëpërmjet postës zyrtare, nuk kemi ende asnjë lloj informacioni dhe asnjë lloj reagimi nga selit e partive politike për t'ia dhënë gazetarëve dhe publikut këtë informacion për të cilin ka një detyrim ligjor. Instituti Shqiptar i Shkencave dhe Qendra Open Data e Shqipërisë sapo kanë përfunduar një studim mbi zgjedhjet e fundit, nga doli se 20% e fondeve sigurohen nga buxheti i shtetit, ku pjesën më të madhe e marrin Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, 20% tjetër nga donacionet dhe rreth 60% tjetër e fondeve nga pagesat e anëtarëve të partive. Nga ana tjetër jep mundësi për të bërë edhe qarkullim të parave të cilat nuk janë të pastra ose nuk janë të legalizuara, nuk janë para të cilat qarkullojnë në forma të evidentuara nëpërmjet llogarive bankare tashmë të kontrolluara edhe nga njësitë të kontrollit të pastrimit të parave, dhe nga ana tjetër kemi dhe mundësinë që bilancet bëhen shumë fiktive për sa kohë që ka gjithmonë vazhdimisht detyrime financiare dhe këto detyrime nuk janë përmbushur asnjëherë, ashtu sikurse dhe nuk janë kërkuar asnjëherë. Nga studimi në fushatën e vitit 2011, partitë kanë shpenzuar më shumë para se sa kanë mbledhur, nga 7 deri në 20% e fondeve të tyre janë ende borxhe të prapambetura nga fushata e kaluar. Pra partitë kanë hyrë në një fushatë re, kur ende janë me borxhe nga fushata zgjedhore e kaluar dhe nuk kanë shlyer detyrimet që u kanë kompanive të ndryshme që u bën fushatat atyre 2 vjet më parë. Koalicioni i vëzhguesve vendor shprehu shqetësim po ashtu për mungesën e transparencës mbi shpenzimet e fushatës dhe dhurimet e parave. Përfaqësues të këtij organizimi vendas të pavarur dhe me përvojë në vëzhgimin e zgjedhjeve shqiptare, pohojnë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të zbatojë ligjin, duke nxjerrë udhëzimet përkatëse dhe duke ushtruar kontrolle mbi financat e partive gjatë fushatës. Është shumë shqetësuese pasi ne kemi 20 vjet që shikojmë parti politike në teren, të cilat bëjnë të tilla fushata të kushtueshme dhe asnjëherë nuk merret vesh nga publiku, nga opinioni, nga votuesit, me të cilët ata parti politike realizojnë, bëjnë të mundur këtë luks të fushatave elektorale dhe asnjëherë nuk është marrë një përgjigje përfundimtare se sa është shifra dhe kosto reale që këto parti përdorin për të realizuar këto fushata me paratë e taksa paguesve apo me burime, donacione, dhurime të cilat janë pak të sofistikuara apo le të themi realisht të fshehura. Ndonse me ligj kontrolluesit e financave partijake janë të plotfuqishëm nga zgjedhjet e mëparshme, ata raportojnë një seri shkeljesh, ndërsa pohojnë se e kanë të pamundur të komunikojnë me partitë politike për çështje financiare, se ato nuk kanë numër NIPT për veprimtaritë e biznesit si gjithë të tjerët dhe këto shkruhen në disa tabela të pashoqëruara me fatura apo ndonjëherë partitë deklarojnë thjesht se shpenzimet ishin zero gjatë fushatës. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.